Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po, po. Po si ti ki Basha burë të tani ka fillu lufta Basha. Lufta sa më ka nisë. Si mund t'i si tani generali luftën në mes. Ai është generali Ushtrisë vdekur dago. Në me atë fëmijë shqiptar? E majme. Ai është. Lulzim Basha është generali Ushtrisë vdekur. Jo, s'është ashtu, jo. Basha është se ushtria s'është aq e vdekme. Basha është generali vdek i ushtrisë normale, a kupton se ushtria deri diku. Ato mumjet në Perun e lashtë, ata I mbanin kështu. Kjo është ajo debati në Amerikë tash për mosmbajtjen e armëve nga civilët. Ati janë smur fare posa atje I kanë blenë mod marë. Është dhe kjo e kuj në mes shooting që nodhin atje, kjo është atje bëhen super thjesht. Se mes shooting për mendimin tim mund nodhin kudo ka njerëz budallëj që ka një moment caktuar që ja jep truni atij do bëj krim, do I t'i vras. Po s'ka akses, nuk merr dot armë. Tash ti kesh akses, shkosh me gun shop, ta marrësh armën me ID. Sa Rusi nuk është e lejuar ajo armët apo po. Javën që kaloi me shooting ishte në shkollë. Ku Rusi? Lajma dolin gjithë botën, ishte me shooting I parë që publikohet, domethënë. Disa dolin avija tuaj, ose ka ti dytë kështu me shpëtu. Në shkollë dago se robët janë ai shumë të shtypur aty ne kanë ai shumë halle të tjera domethënë sa që s'ma amënia se I vete I robi atje do ikën të bëjmë mes shooting tash se më quajt skelet në shkollë apo më bëjmë bullying. Ne bullying e kemi kulturën atë. Ti nuk diplomash dot në 9 vjeçare apo nuk ke bërë ose ti ke bërë bullying. Bile do ta japim me vlerësim me 9 për mendimin tim. Ndërtojnë karakterin. Këto janë hallet të këtyre shoqërimeve përparuara, domethënë këto Suedi, Danimark, këto janë aq Kanada, janë aq përparuara, aq domethënë I kanë gjonat aq në visa, s'kan me çfarë merren. E vjen moment do merresh me çfarë merrem unë thot ai do merrem me bulizmin në shkollë. Do ndaloj bullizmin në shkollë. Do fillojmë bëjmë ligje, kishin nxjerrë ligj që deri në klasë nuk e di çfarë klase, nuk duhet I thrasësh nxënësit me përemër, as ai as ajo. Po të vesh një gjë tjetër të ndërmjetme sepse ai mund të jetë çun, po mund të jetë. Ideja është në shit çfarë do të rasë. Ore David, do bëj zgjuria për 50 vjet. Do bëj për 50 vjet. Po këta kjo pikë s'ka me arrit. Po ne kemi it. Ne nuk kemi das. E kupton, ne nuk kemi rast neutrale. O zëra nuk ka për të arrit kur, valla. Nuk ka shans. Kjo është idiotësi, këto janë budalliqe fare. Kjo janë ti çmej në shërop fare. E kupton ti thosh tani mësuesit ti? Mos e thrit ai ajo, thrit e it atë se nuk e di ai si ndihet. Symer nuk ç'është kjo më valla. Unë s'ja kuptoj sensin kësaj. Ata merren me ju ata ato. Do të thëjë ti çfarë? Janë ato politikat majtiste moderne, se ne nuk I dimë, majtizmi e kemi akoma kështu, jep lek rob. Po. Kemi hyrë akoma te ky stad. Po pra ne them valla, ata kanë arrit me stat, s'kan me çfarë më marr, mo. Pseudo progresist. S'kan me çfarë më marr, mo, dhe gjejnë tash. S'kan ata, se edhe këtu në Gjermani për shembull ta kanë akoma halle të tjera, jo migracioni, jo leshi, preshi, kanë gjona. Ato nuk kanë asnjë lloj problemi më. S'kan me çfarë merren. Problemi që kanë ata ku është rob që vrasin veten. Vrasin veten se s'ka diell, po, ose ka shumë diell. Ka shumë dritë. Po, atje kontrolli I alkoolit në të treja ato sipër. So dy filan. Nuk ato dyqanet me zgara, kështu sikur të ikë këtu si ato dyqanet që shiten helme për domate në Shqipëri. E ke parasysh? Skandal ndaku. Vishin kishte vajtur nuk ato shokët që kanë mundur që takuar dashun filan plako, blej një shishe zekti, një shishe zek, 18 euro, 0.75. 2 euro e ke këtu më ta në një arë gjithë me 18 euro. Këto që jafusin vetëm me tarifa, me taksa, me çmime më të larta, është një argument për duanin, që rritet. Që mbrapa diellit, që do e lën ata. Kot.
Ja, thushin do me thënë me një tokë kështu, rock që janë me zakonisht shumë suksesën, do me thënë që janë bilionera, nuk është se pinë, se kanë të paguajnë, e kupton? E kupton? Ajo është okej, la, thoshe Jeff Bezos ashi unë kam, la, jam me i pasur në gjithë botën, unë do pi cigare se e përballoj. E kupton ashi sa? Munges aktiviteti fizik, i ullur në punë, i ullur në shtëpi. Të dhem me që... Normalisht. Po të disha ashtu si koshti, nga një karigi me një tjetër qa priti. A i trupi sa të dha, e di qa, ky dagu e pas ka në terezi. Ky s'ka si lloj problemi, që të argjon vitamina K. O, la rim kështu, e kupton? Mund këtë nuk të duan, as po ngren ai që, e kupton? Nuk po prashi qepa, vëlla. E kupton? Ajo stamina, rezistenca aty nuk të rritet, vëlla. Po të shih qa po bëjnë këta këtej, më vëlla. Tani ka fillu dhe në Shqipëri, po. Te, mirë nisën këto liferando e këto, që të shërbejnë ushqim shtëpi, okej, dakord jam deri aty. Tu ka nis pazarin, ta bësh me aplikacion. A kuptoti 2 kg portokalle, 1 koli me ujë, miell, makarona, të të vi në shtëpi. Ku po shko? Ku po shko bota, më vëlla? Qa është kjo? Qa do me thonë kjo? Po këto s'duhet ta lejojnë këtë të futet, më këto s'duhet... Paradoksi... Ku janë pra politika? Tu t'implementosh ti mos ta lejosh këtë gjë, po leje qo ik mere, më vëlla. Ik mere, për to ik me marri koli me ujë. Normal, valla, e ka shumë ajo Illuminati nga mbrapa thotë jo, mos rrit, ti rrit trashëm në shtëpi, mundësisht ha aq shumë saqë edhe më të dera jashtë mos e dalësh, ta sillet deri te dera ai se nuk të nxjerr dera e dhomës, ri aty. Por ose të pampersa e thjesht ndroj. Vedi i tup të goja lidhe me ujë, direkt edhe mos të bësh ashtu si ato pulat, e kupton? Ato pulat që i frymsh me ushqim. A të mërshme është pra. Në shfatkesi da, se shvetë më të mëshme. Pa ne ata kishin mirë ato vitet 70 aty ta i me dmen, ta i seriali që i tërgoj që femra ishte të shtëpia, të kuzhina. Ashtu? Ishte jo, qa, do dalësh ti do punosh to. Do dalësh me shoqet ti. Do marrësh X5-ën ti do vish vërdall. Çogi mua për to. Ai është problemi më i madh. Saliu ka thënë, po. Pashim eme se ky tavlan balla, ky ja hedh gjitha Saliut dhe kishin nxjerr tat bryli. Saliu me djalën e tij Shkëlzeni kanë investu që të krijohet konfliktin Palestinë dhe në Izrael, që të hiqet vëmendja nga humbja e zgjedhjeve. Ai thoshte për koronën, s'është e vërtet, anik, ne, ke parasysh që bote këtë kundrat gjithçka e ky, jo, s'është ashtu, po këtë ka i shoku im e kam pallat. Dhe kishte taku në ascensor, ky shoku im me plakun e vet, kupton, kishte hyrë në ascensor. E unë ç'a bëj? Ky shoku pa maskë, kupton, tu ne të afër me këtë se ky thot besoj te korona. Kur i thot, po pse s'e ke vu maskën, i thot, ç'a bën? Ç'a kam me kishte thënë ti sikur s'beso. Jo qa, mëzuni mu korona, tha, kalova keq isha të vdek. Jo, aty del. O njerëz, mos i besoni këto gjona. Po mirë busa, ajo është më angësi pastaj në dije. Ata nuk para ata që janë pjesë e televizionit normalisht do të bëjnë atë gjë, sepse ata nuk do ta pranojnë faktin që po vdes ajo industri, e kupton? Ata normalisht ato gjë do bëjnë, ata do t'i kroposin sa më shumë. Muhabeti është këta gogolat e tjera, e kupton që ti po shikon ata që njerëzit janë të mbushur, deri te hunda, nuk duan të merren me ato punë, e ti shko brava tjetër. Po. Nënda fillo krijo diçka më ndryshe, jep diçka që nuk ka qenë, ose të njëjtën gjë që ka qenë, po pa filtra. Njerëzore, e kupton? Se duke e shuvari lesh tash domethënë njerëzor se i vete robe me një kurzon njerëzor kështu i basha kur bënte vezë atë natë. Jo ajo la njerëzor se ajo është për televizion. Njerëzor më ta, tu bën muhabet për njëri. Ti thosh tash bash, ore vërtet do të bësh një të ndje vëlla pse. Da marr për tash.
me rrov shtëpie. Nuk gjë njeri. Ma thoi çik laj. Asë lodhe pra. Luli voca. Imagjino tash da ku mi gjeni rrullohet në val. Se ja vura emri Luli. Çka thaliu që po qan, moj PD aman. I që thaliu. Çka ka thaliu që po qan? Unë në fakt drejt në mënyrë shumë të sinqertë nuk e kuptoj fare sepse asnjëherë në 30 vite nuk ka pasur asnjë akuzë ndaj Sali Berishës. Është robi me profilin më të pastër në gjithë historinë e Shqipërisë. Se s'ka në një thaj. Unë në kaq vite tha nuk kam një akuzë për mua ose për familjen time ose për bashkëpunëtorët e mi. Ai është Edhe vjen këta amerikanët vllaja shumë jam të li shumë, o jem pyetja nga fundi i sallës. Si e zë gjumi natën? E zë gjumi tash? Ose the, ose I qirëm. Ai gjumi qenj. Jo gjumë, po. Dje publike, të paprovuara, janë ato që nisën pak më përpara. Duke filluar që nga skandali me Rimzi Hoxhën, para kësaj është pjesa që Thjedhjet e për të gjithë ata që mendojnë që revolucioni I dhjetorit ka qenë I sinqert të gjithë. I sinqert mund të kenë qenë si ajo protesta e studentëve tani. Ata që kanë dalë në shesh, që kanë hedhur busin, ata kanë qenë me zemër të gjithë. Ata që formuan partinë, ata ishin shitur. Ajo është thjesht ai është një pseudo revolucion. Nëse ajo nuk është e vërtetë, ajo është gënjestra më e madhe që na ka ndodhur. Kjo është që ne kështu e themi, edhe nuk e provojmë dot pavarësisht se Robi ka foto me fëmijët e Enverit, e kupton? Që unë nuk e perceptoj dot si individ që si mund të kesh ti foto me fëmijët e diktatorit pa qenë kryer komunist vet ose minimumi pjesë e bllokut. Që automatikisht e bën komunist. Aty mund të ketë një farë kështu. Prandaj thash, dije publike e fa provuar. Argumenti se thotë isha doktori më I mirë, më detyruan që të kujdesesha për fëmijët e Enverit. Në rregull. Jo si thoja do. Po jo ishte doktori më I mirë ai, vërtet? Po nuk e di atë. Nuk e ka dëruar në një çmim me Enveri atë. Nuk ka qenë doktori I popullit ose doktori I partisë. E do të për vetëm më burse ishte më I mirë. Francezë ka pas doktorin Enveri më valla, kur ka qenë rënd. Çfarë është tjetër e paprovuar? Tjetra e paprovuar është furnizimi I makinerisë Miloševićit në liçen I Shkodrës me botët e naftës. Po. Gjithë ato jo se embargos, po. Ai theu embargon, domethënë për një arsye ose për një tjetër Në ka boll, dy lloje e anët ose nga të gjitha anët e mundit politikës së Shqipërisë ka vendosur që gjithë secili do heshti për ata, asnjëri s'e përmend. E kupton? Për këtë s'është as më mirë se sa tjetri. Çfarë mund të ketë tjetër? Çka ka tjetër të paprovuar? 97. Është pra ajo është dije publike që është deri në një fakt pikë e provuar për mendimin tim për faktin se ose ka provuar gjykata, po ato e ka provuar vetë. Sa I vet ka qenë në intervistë që ka thënë domethënë që I dhini lekët se është I sigurt, vet ka dalë më vonë pasaj që jo nuk dija nuk pa. Kupton? Edhe për cilat ata rob që thon pasaj jo po mund të ishte vërtet ashtu. Okej, zotri, domethënë që ai është I paaftë. Po, kupton? S'ka, ajo e 97-s këtu del pra. Se dakord, okej, ti po shkputesh nga ky, ti nuk e kisha me qëllim të keq. Nuk isha afera, nuk isha. Të ndodhi më vlla, ti ishe në krye, të ndodhi ik. Ciao. Ju pafshim. Po dalin disa persona që kanë thënë që na kanë mbledhur makina ushtrie, domethënë me rob që vinin nga Duka Gjinje, nga Shkodra, që ishin për të rënë atyre në të shkretëve me presh në Vlorë, që thoshin e morto Berisha. E ke parasysh? Gjithë e din nuk merren njëri të provoj. Ata dy pilotët që ulën në Itali, e kupton? Po. Gjithë e din nuk merret njëri të provoj. Çështja e Grdecit. Të gjithë e din, edhe e provuar është sepse në çdo lloj krimi bridhë, që nga të vjedhësh çokoladë në dyqan deri në masakra, domethënë, minuti I parë pas krimit është për një detektiv për shemb më e rëndësishme. Absolutisht 6 milion % më e rëndësishme. Direkt mas I ka ndodhur, Fatmir Mediu ka bërë një bisedë rreth 30 minutash në telefon me të pirin e Sali Berishës. E bën pas librit, e kupton.
Ne do ndiqnim Karl Marxin edhe Engelsin. Dakor, janë gjerman që kanë shkruar një libër për qefin e tyre, fantashkencë në atë kohë. Ashtu i tege aty. Unë kuptoj valla që vetë ata që e kanë shkruar se kanë provuar ndonjëherë, se kanë bërë ndonjëherë. Çfarë do të thonë kjo? A nuk do të thonë që është gabim? Ja ta provojmë ne, ja vëmë ne në praktikë. Ne jemi normalisht, ne jemi më të aftë të gjithë. Edhe këto, ja, Samir me qenë shqiptar. Shef sa ka, ai ka shumë në shpalla valla. Ti duani në fulla Berisha në çfarë tha? Berisha është i rrugëve. Normal, është i rrugëve është. Ai është qenë zagar për jashtë adhemët. Ta hahet në dy nga këmbët. Si ti mund të hedhësh një në gjykat për një vendim që në parim në ligj, ta marrim ligjin të pastër, është vetë për veten e tij. Nuk mbroj shtëpinë time. Diskutoj. E kupton? Ola, unë po them dik nga Shqipëria, e kupton? Vriteni. Vijeni në kryqë, e kupton? Nuk po them fut këtu. Ola, mos hajde pra. Je i padëshiruar në shtëpinë time. Po çfarë duash unë ty në Shqipëri? Po. Ne skemi më. Më keq, po çfarë skemi në Bulideut, se skemi, ore skemi, po se ashtu thonë amerikanët, skemi. Ama se dy studentë janë në Bulideut në Evergreen, e kupton? E kanë ikur gjysma e profesorëve nga puna atje. Kështu thoshin gjithë në fillim. Vlerë, nuk din çfarë japin shoqërisë dhe merren me këto pastaj, e kupton? Se nuk kanë ndodhur ndonjë që të jetë jashtëzakonisht shumë i suksesshëm. Edhe thoj do heqin fjalën në bab. Sepse ai robia di shumë mirë vlerën të gjithave. Edhe nëse ai ka vuajtur, edhe nëse ka pasur baba player, domethënë apo kështu, nëse ka qenë i abuzuar në familje, ai mund të dalë ta thojë vëlla, stop dhunës të familje, kupton, e kanë përjetuar unë të gjithëve ju që po dhunojeni, shihni se po të mundohesh ja del. Domethënë, ajo është çështje kohe, do vini 18-20 vjeç, do ikni nga shtëpia, jepi drejtim jetës tënde. Kupton, ato i ke pasur hak ato letrat kanë rënë. Po nuk del ai ditë tash i vrisni gjithë në atë baballarët që kanë vuajtur unë. Nëse kisha problem se një çift gay, të merrta fëmijë, bilës ta diet për ne, më mirë të shënjë fëmijë, të rritet me ata sesa Nëse ti je shikon që ti nuk ti jep ai shanse, domethënë që ti jesh një sosë të tjerë, si duhet të cillesh në një sosë të tjerë, se nuk më duket pak e egzageruar kesa domethënë që më duket ndonjëherë kështu si kërkim vëmendje, valla, e kupton? Se ta bëj atë krahasimin që bëra. Si thua ti, s'do ketë asnjëherë gay. E po të ndihesh gay the varikare, Jo, si të tjerë thonë. Jo, ti tani po thoj që nuk që gejs është normale, atë se thash, unë thash sillu si njeri normale, valla, pavarësisht ç'a besimi fetar, ç'a drejtimi seksual ke. E kupton? Ç'është njeri normal për ty? Njëri normal është një Ore mashkull, për shembull. Punët e veta që nuk i ndana la preferencat e tij as seksuale, as të tjera domethënë me individin tjetër dhe nuk ja imponon asnjë njeri. Ai të krenarti që mos po un po që je hetero, se normal. Ai je krenarti për atë. Jo, po da rrugë nuk është të. Ore je krenar për atë? Ja, më është krenar. Je krenar njëherë? Çfarë se krenar? Për çfarë? Po pse nuk do ndjem. Ore çka ka për të qenë krenar? Kundër të krenarit ç'është? Kundër të krenaris. Ku dëgjon se krenaris? Po mirë, do ndihesh unë keq. Unë nuk ndjem keq. Ndjem rre, ndjem krenar, ku dëgjon. Ata ka fjalë ndjen krenar sepse kur ikën unë nuk shikojnë çika valla se e di pse thon ndjen krenar ata dhe si kanë prapë mos, sepse kur ikën çdo ditë normale ata sulmohen. Pra atë. Për mos ta bëjnë që nuk i ngacmon njëri, nga se shkëmbën trup. Ore zotri, ti nëse sulmohesh se po bëu tani një avokat aty. Jo, më shumë mirë se jep sens muhabetit ashtu. Është gjë shumë e mirë, atë ruash çik balancin, po. Ti e di ku je krenar? Ku ka bërë? Ka një produkt, pra. Po kujt po i drejtohen valla, që nuk është ajo, nuk funksionon ajo. Shoqërisë tjerë që paraqykojnë ku të mos po jo. Pa ai ti keni një gabim të thellë valla. Ti mendon se ai që paraqykon do i shikoj atë. Më falë, më rrof shpjesë më të vajtë në herë. Po të zaptojnë rrugën nuk e shikon, s'mbyll syt kur kalon. Ore, po çfarë thotë, ndryshoj mendin ai aty? Ë? Ai thon bëj ke plerë se në azurë sheshin apo të barkun ai që ka atë mendin. Po do shikojnë një herë, ndryshon ashtu herë do thojë okay, këta janë për sa nuk lëvizin. Ndryshimi arrin vetëm me platformën, kupton? Po do të arrish ndryshim. Del ti pra atë, krijon platformën për tyre i thotë që gjithë që jeni fëmijë tash domethënë për gjithë ato gjëra nuk ke nevojë të ndihesh keq, nuk ke nevojë ta ndash me asnjë njerëz sepse seksualiteti jote është personale valla. Është personale. Po është personale më plak. Pa mini protesta këto. Edhe shikoj se është paralelizëm shumë i thellë. Edhe kjo është gjithmonë zgjedhje ti mund ta bësh këtë diskurs, të argument mund ta hapësh me persona që pranojnë të diskutojnë për këtë gjë për ty. Bëjmë muhabet me ty për politikë. Ne kemi agreement që tani do bëjmë muhabet për politikë. Kupton? Fillojmë muhabet për politikë dhe ne futemi. Unë tash nuk të vi ty të vllatë shtëpia me pankartë të them, kupton, ik basa. Se ta ajo është idiotësi valla.
Ti do të hash bukë, kupton, ti do të bësh atë unë të vi tani të zë derën. Nuk vete një musliman në kishë toni jo, Allahu është Zoti, ju e keni gabim. Ata vini në hiç këtë ceme, se kupton, në një misi. Nuk ndodh me ata që i kanë dy. Atëherë ne vërtet kemi shpresë. Aty e ke 100% shpresën. Sepse ty të ikin nga lot të gjitha argumentet që ke kundër PD deri tash, kupton? Se të iki Basha dhe Saliu. Do thotë që do iki dhe ata horat që kanë marrë Basha me vete, ai tipi i kamës, çfarë po thoshte ti që është në libër tash. Xhelal Mziu me shok më the thash, e kupton, të gjitha persona negativ, do të tilla të pëlqen apo se pëlqen Beni Mami, është i vjetër apo është i ri. Fakti është që të gjithë pjesa llumi i PD-s përfaqësohet nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Se anë të tjera të PD-s ose kanë dalë parti më vete, ata që janë të vjetër edhe si pëlqen njeriu, ose i ka heq fare, kupton? Cili kandidat, ose cili deputet, ose cili pjesar i Këshillit apo i komisionit që kanë këto organizat e brendshme më thënë, është i konsumuar figurë e keqe dhe kundër Bashës. Këto tre cilësi nuk bëhen asnjëherë bashkë. Atje kjo është, atje bëhen super thjesht. Se të bëhet shutin për mendimin tim mund ndodhi kudo ka njerëz budallëj që ka një moment caktuar që ja jep truni atij do bëj krim, do ikë ti vras. Po s'ka akses, nuk merr dot armë. Tash ti ke akses, shkosh me një gun shop, ta marrësh armën, me ID. Direkt. Po po kjo është argumenti pastaj të japun, ta kthej atë që ti në argumentin për pro pastaj sepse fakti që këto i merr ai me ID kështu domethënë ti thjesht do të rrish atë kontrollin, që mos marrin ato. Se Rusin nuk është e lejuar ajo armë apo po. Javën që kaloi me shooting ishte në shkollë. Sa më si. Po dorin gjithë botën me shooting i parë që publikoi domethënë. Disa dorin ta vija tu, ose ta ka di dytë kështu me shooting. Rrotë që në ka, jarë s'ke armë shqipik të e bëti ju foto në akin në mesi. Ne bulling e kemi kulturët atë. Ti nuk diplomash, do të një vjeçarja, po nuk ke bërë ose ti ke bërë bulling. Bili du ta japë me vlerësim me nëmë për mendimin ti. Ndërtojnë karakteri. Këto janë hallet e këtyre shoqërimeve përparume, këto Suedi, Danimark, këto janë aq Kanada, janë aq përparume, aq i kanë gjonat aq në visa, s'kanë me qa merën, e vjen moment do merresh me qa të merre, mund thot ai, do merr me bulizmin në shkollë. Do ndaloj bulizmin në shkollë, do fillojmë bëjmë ligje. Në këtë moment unë dhe ti s'kena asnjë gjë problem. Imagjino tani nga që i bëjnë gjithë meshkujt s'bëjnë, po billafi. Kanë bërë gjithë unëm, të shkosh dhe ti ta bësh kot, pa e ndjet nevojë. Po nuk e di që ti ishe te unë në dagu, se te unë do të thënë po i ke veshët e ndala, apo undën, apo kena një problem. Ke problem pra, kur është problem estetik, dakord jam dhënë. Edhe gjoksit e femra të vëllazë tani, shumë të duksi seksista, kështu po marrësh ti vendimin për trupin e saj, po jo se është trupi i saj. Gjithsesi, opinioni i tretë vllai nga jashtë që gjoksi deri në fund, çfarë i bëj gjoksit, vëlla, s'ke çfarë i bën. Po byse e çipsa e bëj ai skuadër. Po, jo gjoksin dakord jam ta bëj. 10 minuta për ditë kur unë ngriu aty, e kupton, të përdom byzat. Ato pallate që aty me ato shkallë të mbusha. Fuja jashtë 10 herë poshtë lart. lart. Po bëjmë ascensor. Në fund muaj dagu ti jam bërë ato kofshë të keq. Nxjerri ligj që deri në klasë, nuk e di çfarë klase, nuk duhet i thrasësh nxënësit me për emër, as ai as ajo. Po të vesh një gjë tjetër të ndërmjetme, sepse ai mund të jetë çun, po mund të jetë. Ja, është në shit çfarë do të thotë. Ore David, do bëj zgjuria për 50 vjet. Do bëj. Për 50 vjet. Po këtë kjo pikë s'ka me arritur. Po ne s'kemi hit. Ne nuk kemi das. Kupton, ne nuk kemi rast neutrale. O zëra nuk ka për të arritur kur, valla. Nuk ka shans. Kjo është idiotësi, këto janë budalliqe fare. Kjo janë piçme në shërop fare. E kuptoti ti thush tani mësuesit ti, mos të thrit ai ajo, thrit e it atë se nuk e di ai si ndihet. Symër nuk ç'është kjo më. Lloj shturje tjetër domethënë që ka filluar një njeri domethënë nuk do ta di fare, kupton. Jo vetëm për robët e tjerë, por nuk do ta dinë as për të ardhmen e tyre, i bëjnë gjëra thjesht për momentin. Se besoj se ka lidhje me këtë situatë. Se kjo ishte për mendimin tim kjo situatë, unë s'do doja të isha as në vendin e ati viktimës, normalisht jo, as në vendin e Mariusit që ishte ky që ishte godit, as të shokëve,
Ishte e rëndë, unë përshifsa një të News 24 që kishte dali shoku këty në i përbashkët, e imagino do të shok si vlezër, këta ishe si vlezër, a i ka qenë arma, s'kishte pas as karikator, edhe ishte armë vjetër, as sigures, dhe ka pas plumin mrena në tytë. Imagino qa fatkeqësi, edhe ky thoshte, në bas të kamerës thoshte një avokat që kishte pa gjithë videon, ky ja ka drejtu dhe tjerëve për para, kotë në kupto. I qik pia, alkoholi, droga, gjonat, ja ka drejtu, imagjino tash ajo mu të shkote kudo ai plum. E plek rob. S'kemi hyrë akoma te ky stad. Po pra ne them, o vlla, ata kanë arrit me stat, s'kan me çamë u marr, mo. Kemi do progresist. S'kan me çamë u marr, mo, dhe gjejnë tash. S'kan ata, se edhe këtu në Gjermani për shembull ta kanë akoma halle të tjera, jo migracioni, jo leshi, preshi, kanë gjona. Ato nuk kanë asnjë lloj problemi, mo. S'kan me çamë. Problemi që kanë ata ku është rob që vrasin veten. Vrasin veten se s'ka diell, po, ose ka shumë diell. Ka shumë dritë. S'kan fëmijë, nuk pjellin. Ato po më mbaron da, po, nëse nuk për mendimin tim, këtë kapacitetin supergjenik që kanë mund, domethënë, ata dakun nëse nuk i lirojnë një çik ato ligjet, gjërat, domethënë që ti lejnë çik rob bëjnë çfarë duan, domethënë ata janë drejt gustit. Bëjnë robot. Çuna të mbledh me njëri tjetrin me kafe dhe një hekur është diçka tjetër, dakun, mos ti del me shokët tu pi kafe me hekur në xhep. Jo më jo. Shumë skandale jemi me shokët e mia. Dakord me të armbajtja pa leje tuti aty, okay, gabim është. Po jo, armbajtja pa leje nuk është pisi aty. Kupton? Nuk mendoj se është armbajtja pa leje ai problemi në përtham. Problemi te armbajtja pa leje domethënë është që po da drejt, rob domethënë që kanë krijuar atë jetën e tyre në një mënyrë, domethënë qysh e kanë menduar ata se është në rregull domethënë. Për një arsye, për një tjetër valla të shtyn lloji i jetesës, dëshira jote apo diçka tjetër të mbash një armë pa leje, domethënë për siguri. I përmendte emrin Stali ai, ky në studio, duhet dikush të dalë më të thotë, ato që mendon ta thotë. Pëlqen më vlla, pëlqen Sala e du sa. Të them ty pasaj vllai, që marrua, nuk kemi. Një parti do kemi. Se po nuk vdiq Sala, se ta ketë jetën, të lëri politikën për mua të jetoj edhe 1 vite të tjera, që mjafton të ikë të zhduket nga politika. Po Vetëm atëherë do të mund të shumë. po pse s'pas ka i person aty o vlla që të ketë aq bole sa dalin në emision edhe të thotë në emision, o shok, unë me politikat e Salës, unë jam 100% dakord, bilaf. Ose, më kam pëlqy ky ndërtimi rrugëve, kjo XGjo, nuk më kam pëlqy si ka menaxhu 21 janarin, Gërdecin, Leshi Preshi. Ore ti thot ato që mendon. Po jo të dridhet më vlla. Nuk i thot asnjë në BD. Po pra, po Maksimumi që arrin të thonë, domethënë që mos vetëm gjë që kam dëgjuar nga mami dhe nga Kadili është gjë ose bëni ashtu sa. Atëherë ju ka pasur gjëra të mira. Atëherë let Ribasha. Gjithë janë për mua Basha 2. Normali gjithmonë kthehesh ti mund të shkollimi këta. Kthehemi në vendin tonë akoma ti nuk bën fizikulturë, ne bënim fizikulturë në kafe. Ishim binim kafe të hanë. Ose rinim me hanim farë. Ose pishim cigare fshirë, ose mrapa atyre shkure. E s'bën fizikulturë. Nuk e edukimi sportiv është varë i leshë, edukimi seksual është varë i leshë. Seksuali jo, po fizikultura është në faktikisht fizikultura në Shqipëri nuk bëhet, si më thon, t'ia detyrosh në zonë. Nuk e di pse se bëjnë ashtu. Se ne unë shihja atë. Se thon prindrit tan, pastaj thonë ti që na i përmendën ne gjithmonë që ne kur ishim në shkollë bënim gjysmore. Normalisht mund të vdesin prindrit tan nga ligjet se s'kan fuqi. Po më dhan pa koka të la punën. Dhe mesin 18 vjeç. Ose tamam, dha mesin. Ja mund ka nevojë ai tani bashkë me rëndjen e vet, marri dhe gjithë këta që dalin nëpër studio, del studio ai, dhe ai nuk e thot eksplicit që shiko më, se Amerika është manipulatore. Amerika këtë gjë ka bë me Bin Ladenin, me Saddam Husseinin, me X-in, me Y-in. Dhe është manipulatore, dhe këto që thot Amerika s'janë vërteta. Dil thuje këtë gjë, edhe absolutisht të legjitimohet ajo mbrojtja që do i bërë Saliu. Po në momentin që ti thu,
Amerika është albita. Amerika na ka ndihmu. Unë jam pro Amerika. Amerika është pro Berishës. Berisha është pro Amerikan. Amerika ka marrë Berishën këtu. Amerika në 2009 ka thonë kështu. Por, kjo që thot tani Amerika nuk vlen sepse ka handicap. Ka handicap. E pse si thosh ai? Deklarata e Berishës është perfekte, ndërsa deklarata e Blinkenit kanë handicap. Po këto janë po tani se ti duhet mendosh afat gjatë më shpirt. Mas 4 vjetësh ke zgjedhjet prapë. Shqipëria është ajo piku, e kupton, është ajo zemra e xhunglës, aty luajnë gjithë. Ka stabilitet Partia Socialiste. Jo, si organizim s'diskutohet. Ai zonë shumë stabilitet, ai është ai kokoshi aty, valla, ju që s'keni sjell vota, ju që s'keni bën ndryshim i iku. Ai kupton tani ti ça kundër kujt janë ata. Ata janë kundër Robit që fitoi, edhe masi fitoi bën mbledhje partie sikur s'kishte fitu. E kupton? Edhe tani ai edhe nëse është fasad, se më shumë si fasadësh. Në fasad i kthehet rob vetë edhe pse ka fituar. Kurse këta edhe pse kanë numër nuk arrin dot i kthehen atë. Çfarë paralelizmi është? Kuptohem. E të vish ti tani të marrësh mua më shumë vota se sa unë. Orja, jo. Se Basha si individ në Tiranë, po. Basha ka marrë 15.000, ai ka marrë 8.000, më pak. Po aty afër, më nesër si figurë. Po si më shteti më që fiksuar gabim apo se. Si mbështetje, si figurë ka vënë ai ça mbështetje e ka ky. Ishte baj. Është pjesa, kjo që thu ti, që nuk do e kandidote më, do nëse nëse Basha do ishte, unë se besoj se i keq Basha, do ishte i keq dhe të kishte bole. Unë prap edhe votat e këtij, edhe kështu nuk më plasëm dalin kundra ose kështu, unë i rifitoj prap dhe po e heq këtë, unë du figurën time. Ai s'është aq. S'ka aq fort, aq fuqi, nuk e heq, e le aty. Nuk e ka këtë pjesën e Berishës, këtë pjesën e dinjitetit, këtë pjesën që priti çik si erdhi, këtë pjesën e setrës, a kupton? Ai nuk do të ketë trazira. Po jo, që më zonë, se ti po thoj s'ka atë shpirtin e Berishës, por çaj ishte me Josefina Topalli me të gjitha ata vjetrit që vërtet, ore, ata në mënyrë objektive të pëlqejnë ata do sillnin vota apo. Vë këtë duash në Shkodër ti nuk si dalin Europën, po ato i hoqi, ti kam ty ti nxjerr. Edhe për Bashën, pra ne them unë, ja kanë ja kështu, s'ka problem. Për sa kohë ti zbato urdhrat tonë, s'kem as këtë krimbin me të kalb mrena, jem rregull ti. Do vish qeveri, do cilë qeveri, do bësh aq vite sa do bësh, do ikësh shnet. Marove. Ky krimbi, ky që s'ikën, ky është i vetmi. 30 vjet, nuk ikën ky më vëlla. Vetëm kjo mënyrë ishte për ta largu dhe prapë e besi thot, do dy fishoj. Edhe ta bëj gashun, më ma than. Po, edhe ta bëj garën të duket, ke parasysh se shejat nuk i vihet kundra ky. Ty në tjerëve ju vetë kundra, çfarë bën këta, ne tani po luftojmë me regjimin që ka vjedh votat, këta po kandidojnë për vete, ndërsa për shejën s'thot gjë. Që ta bëj garën të pastër. Dhe nesër pas nesër kur ta marri prap thot ja. Ishte Agron Sheja që unë prapë kam mik, prapë do e kandidoje. Kështu ishte filan, ishte fitova unë. Pyetja e radhës tani direkt që ta ndjekim të se i kishte bukur fjalin e fundit. Kandidon prapë ai Agron Sheja, Agron Sheja kishte marrë më shumë vota se Lulzim Basha. Ai i cënon drejt për drejt çdo lloj gjë dhe mundshme Bashkës. Ai ose do jetë jashtëzakonisht shumë i mirë, shumë europian, domethënë që nëse do vërtet eci do e kandidojë prap. Jo, me çan dinë ndalë kur ai doli që i amori me vota atij. Ai është problem ekzistencial për Bashkën. Sepse ata që do votojnë te PD-ja janë njerëz që ky i kanë një influencë. Unë Bleonin e fus parin në listë, në Durrës. Bleoni dhe ka nën vete 100 antarë tjerë të PD-s. Kë do votojnë këto? Kë do votojnë këta më? Ata që s'do e votonin i nxorrin nga listë. Po normal. Kë do votojnë, domethënë dihet. Domethënë Agron Sheja dihet që ka tunë. Kjo më çon të mendoj që mund të ketë bëu këtë gjë që the ti, më marr votat tani dhe ta bëj gashun, më ma than. Po, edhe ta bëj garën të duket, ke parasysh sigurt i nëse ai vihet. Ajo, nuk ka rëndësi emri, po thjesht nga frymëre. Vihet në pozicionin e këtij, domethënë. Ata të rinj nuk është se janë jashtëzakonisht si unë, nuk është se janë jashtëzakonisht në atë lloj kapaciteti që ta ndajë domethënë që ore. E kupton? Çka po bën ky vëlla? Jo, do e lëm sa. Jo, unë kam ndjekur. Unë kam 8 vite që ndjek atë sa. Unë besoj si njëri, nuk të bërë diçka vëlla, ku punon ai në Kors për shkak.
Unë nuk e kam ide, se nuk kam lexuar për atë pjesën, por e zëm se ai ka bërë 10 gjëra të mira. Po si figurë të pëlqen, të tërheq. E në rastin që se kjo është më e rrezikshme, persona që nuk janë aq shumë të pisët, që janë shumë të pastër, e kupton? Nëse edhe ta bën pal ai individi që suporton thotë kjo, dalë, se ky gjatë gjithë kohës ka bërë gjëra të mira, gjëra të bukura. Edhe kësa radhë që gjeti këtë që lojti mend, ky është një version, po. E kupton? Kjo është me rrezikshme. Kjo nuk do të ndodhi asnjëherë dhe prandaj ajo të mbizotëroj më amë zot avoli kafe. Nuk është akuzë. Kur vetë ti këtu si student po marrësh vizën, të thotë ajo sta jap vizën. E kupton? Për këtë ose për këtë ose për këtë, sepse ti xha e ke. Po kur ti jep vizën në Shqipëri, që futesh për vizën në Shqipëri dhe nuk e merr, nuk ka asnjë detyrime. Tani unë kam dëgjuar për buçi. Po në radh parë më fal se ndërpreva, në radh parë edhe këtu, në momentin që sta jep, mund ta hedhësh gjyq po këtu. Po. Gjithsesi. Edhe kjo është, apo ti hedh në gjyq po edhe në Gjermani, ti nuk mund të shkosh hajde në Spanjë, të hedh në gjyq Gjermanim se s'ma dhan. Individi që ti po e prezumon si hero, në të rast Sali Berisha, po mbrohet ka një avokat që nuk është pa diskutueshme që është ekselent. Po ka që në historinë e tij ka mbrojtur plerat më të mëdha të Mesdheut dhe Europës. Diktatorin Tuniz, e kupton lloj çfarë po thosh atij, po tani fakti që ti po futesh në atë mesele, edhe po ti je i miri i nënës. Edhe me i miri i nënës ti je. Ti e kupton domethënë që ti përderisa varet tek ai dagu, shikoj se ti je i lyer në mut nga kokat e këmbë. Kupton të lutem. Sa i perceptimi do të dish ti për shembull në fillim kur erdha këtej unë, patëm atë problemin në fillim. Po diskutoja që të merrja një avokat me shty vizën. Pa bëj gjë, a kupton? Kot. Një diskutim që pata me një avokat, që ma gjetën shokët e ekipit. Tha shikoj, unë absolutisht vi të përfaqësoj të kështu, po problemi është do ngresh dyshime. Pse po merr si mu si avokat unë marr çështje që kam probleme, a kupton? Për çfarë po merr ti mu, domethënë kaq i përlymje ti, kaq keq ndihesh ti, domethënë kaq i papastër, sa që po më merr mu. Dhe ai me vërtet, ai kishte përfaqësuar lloj ndyrësire. Ne nuk duam që të ri Rama 30 sa vjet në pushtet, a kupton? Duam që mas 4 vjetësh të ketë ndryshim. Momentin që ti distancohu më shpirt, distancohu më vlla, distancohuni më vlla. Ore mos thuj absolutisme. Jam shumë dakord se të gjum kullurin, për shembull, që e bën bash. Jam shumë dakord, ke respekt për Salën. Sala të ka marrë ke bashkëqeverisë me Salën. Nuk e bukshkel. Sigurisht më thënë. Unë s'po them, të dalësh tush Sala është më i keq ashtu. Ore dalësh tush, unë Salën e kam mik. Unë për mua Sala është ka bërë më shumë të mira se të këqija. Ka pas defektet e veta, po unë e respektoj maksimum. Ama në këtë moment që jemi, do distancohemi vlla. Ose nuk do distancohemi, po do bëhemi Hamasi, do dalim parti kundra Amerikës, edhe të shohim sa ndoshta mund të marrin dhe më shumë mbështetje më. Unë se di, ama merr një vendim. Për mua i duri është distancimi, sa ai është aq i fortë sa ai. Mbështetje po ta kishte mirë me Elvis Naçi, po se ka. Ai është aq i fortë sa ai vetveten. Nuk ka nevojë ai tani ai ke mënyra të më thënë, të arrish në mënyrë më shoqërore. Apo thua ti, a theti që ti bën normale, më thënë që edhe ne jemi si ju. E kupton? Ti e ke, nëse ti je i bindur thellë që ti po mbron një çështje të denj, sillu i denj. Çfarë do të thotë sillesh i denj? Diskursi publik, të jetë i pastër, të jetë gjithëpërfshirës, të jetë bashkëbisedim, edhe debat pa thirrje emrash, e kupton? Pa i thirrur robit maskilist, pa i thirrur robit feminist, pa i thirrur humanist, pa i folur shoviniste, fashiste, se këta i kanë kështu, nuk e dëgjojnë, ta i kanë dëgjuar kështu për këto që dalin në YouTube, domethënë. Duhet të filluar në Shqipëri që bësh në një kurс kështu çdo 5 minuta, domethënë që çfarë do të thënë fashizmi vërtet. Po portarët e diskursit do të treguar që jemi është një numër. Se po ditë vetëm për person u ngrihet as opinioni publik as
Po më të ti. As interesi. Je i shtypur ti. Kem të paktën nuk dëgjoj. 100, 200, Sa dolën aty në shesh? Vëri numrin ti? Do të japim ta parashikojmë. Si kam dikur. Dolën 100 veta për shemb. 100 veta Allah kërkoi ti një misioni, dua të bëjmë një mision. Ftoni, ju lutem, 10 intelektual. Kupton? Ose bëjni ftesa 10 edhe 4 të vinë, e ne duam të bëjmë diskurs me ata që publiku në orën 9 pasi kanë ngrënë bukun ta dëgjojnë në darkë, domethënë, edhe ai vetë domethënë pasi se toleron, po do ja toleroj fëmijës tij që të shikojmë efekte për 5 vite mos vuajnë më shumë. E kupton? Tani, kush ka bërë? Sa po ne. Asnjëri se ka bërë, se nëse e ka bërë dhe e kanë Shtirti thosh. Fëmijën e patë. mirë, shiko, ata që bëjnë fëmijë të hajrit domethënë, me sa mund të dimë ne për fëmijët e hajrit domethënë, po që ata që bëjnë fëmijë të hajrit ka pasur edhe emisione se kemi parë një Top Channel për klandën për gjëra, kupton që edhe mbasi e kanë gjetur familjen ose nënën biologjike gjithmonë me prindit kanë ndajmë, ata që i kanë rritur, kupton, që gjithkohë si kanë quajtur edhe nën baba, ju për mua jeni të kështu normalisht të burit. Se ai që është i ndërtuar deri në një farë pikë ja di vlerën. Sidomos nëse ata që janë birësuar bëhen prindër vetë, domethënë, kur e kalojnë atë pjesën që sa e vështirë është, domethënë, se çfarë përkushtimi do, atëherë ja din atyre. Është vështirë të këto bërësime që fletit tani nuk janë bërësime në sistem, të s'ka refaracikun nga sistemi. Unë po thoshe të marrë nga shtëpia e fëmijës për shembull, për to të kështë fjalë. Shikon, në shtëpia e fëmijës, e di pse është vështirë në shtëpi. Se në këtë këtu ti fëmia e ka prindër, domethënë një fëmijë që s'ka fare shanse të jetë në një familje normale. Por ato që janë çifte gejsh nuk do marrin ato, por haroj, ato do marrin beb direkt. Pse? Po jo, por se s'kan, po se statistikisht nuk e marrin asnjëherë të rritur, do marrin gjithmonë beba, edhe i risin vet. Këtë është fëmijës beba, plot. Të qenë edhe llojin e tyre, të qenë kështu transgender. Janë krenar të ti movement që po bëjnë. Po kujt po i drejtohen olla, që nuk është ajo, nuk funksionon ajo. Shoqërisë tjerë që paraqikojnë ku të mos po pa ai ti keni një gabim të thellë. Ti mendon se ai që paraqikon do i shikojë atë? Më falë, me rrok pjesën e vat në herë. Po të zaptojnë rrugën nuk e shikon, mbyll syt kur kalon. Ore, po çfarë thotë, ndryshoi mendin ai aty? Ë? Ai thon do ikë plerse në azurë e sheshin në hapet barkun ai që ka atë mendin. Po do shikojnë, ja. Ndryshon shpejt do thojë, okay, ta janë për sa nuk lëvizin. A ndryshimi arri vetëm me platformën, kupton? Po do të arrish ndryshim? Del ti, pra të, krijon platformë për tyre i thotë që gjithë që jeni fëmijë tash domethënë për gjithë ato gjëra nuk ke nevojë të ndihesh keq, nuk ke nevojë ta ndash me asnjëri sepse seksualiteti jote është personale vëlla. Është personale, po. Është personale më plak. Pa tyre mini proteste edhe shikoj se është paralelizëm shumë i thellë. Edhe kjo është gjithmonë zgjedhje ti mund ta bësh këtë diskurs, të argument, mund ta hapësh me persona që pranojnë të diskutojnë për këtë gjë për ty. Bëjmë muhabet në ty për politikë. Ne kemi agreement që tani do bëjmë muhabet për politikë. Kupton, fillojmë muhabet për politikë dhe ne futemi. Unë tash nuk të vi ty të vati shtëpia me pankartë të them, kupton, ik basa. Se ta ajo është idiotësi valla. Ti do të hash bukë, kupton, ti do të bësh atë unë të vi tani të zë derën. Nuk vete një musliman në kish toni jo Allahu është Zoti, ju e keni gabim. Ata vinin në hiç këtëme, se kupton, një misi. Nuk ndodh me tash. E duhet të ketë pranim valla, është debati plako. Po ta bëjmë bashkëbisedim ata. Po ta bëjmë debat në Amerikë. Ata të kishin pritur ashtu të ishin akoma slevere, ose do ishin akoma pa të drejta. Dorës. Normalisht, po se kam atje unë, kupton, nuk kam pjesa të mënyra të cilat reagon robi vet, e kupton. Nëse ti e shikon që ti nuk ti jep ai shanse, domethënë që ti jesh njësoj si të tjerë, ti duhet të sillesh njësoj si të tjerë, se nuk më duket pak e egzageruar kesa domethënë që më duket ndonjëherë shumë si kërkim vëmendje, e kupton? Se ta bëj atë krahasimin që bëra. Si do ketë asnjëherë gay. E po të ndihesh gay the varikare. Jo. Si do të tjerë këtu. Jo, ti tani po thoj që nuk që gay është normale, ato se thash, unë thash sillu si njeri normale, valla, pavarësisht ç'a besimi fetar, ç'a drejtimi seksual ke. E kupton? Ç'është njeri normal për ty? Njeri normal është një njeri mashkull, për shembull. Punët e veta që nuk i ndan la preferencat e tij as seksuale, as të tjera domethënë me individin tjetër dhe nuk ja imponon asnjë njeriu. Po shikojnë një gay apo dëgjojmë transgender të vishet si fem mashkull, duket në pamje mashkull, vishet në fund. Të kaloj tani të kaloj kjo ose kjo në Tiranë. Mendon se do ketë reagime? Po nuk po flisja për të. Vetë po thosh atë, po nuk po thosh normale, është normale për ta kjo veshje ashtu. Jo, nuk po them për atë unë. Ajo për atë normale është, ai është për ty. Se ti po thotë si për mua. Po kush më thon si normale? Ç'më intereson mua si vishet ai? Sa po the do sillesh në mënyrë normale. Të sjellja vëllai, nuk po them veshja unë, si ja fut kote shi ti. Sjellja vëllai, çai imponon shoqërisë.
Unë nuk kam asnjë interes për çim me Robin valla, kupton? Ideja është, kjo është më shumë valla edhe për nuk është edhe për masën, është edhe për personazhe, domethënë që kanë një farë influencë, janë personazhe publik, domethënë sidomos për ata që kanë përjetuar diskriminim, domethënë duhet të maten mirë. Domethënë kur dalin domethënë që të mbrojnë të drejtat. Se të drejtat nuk janë mbron domethënë me mesazhe banale, të drejtat janë mbron duke u marrë me grupin njëri. Por është një çështje se i paralizmi i Partisë Demokratike, kupton? Rregullohesh nga brenda vetes, arrin një shëndetshmëri, arrin një kënaqësi, me veten tënde, domethënë, i bën grupin ose atij minoriteti apo si quhet kjo, një klasë shoqërore që i bën ata të sigurt brenda vetes. Ai Robi që është i sigurt edhe kur nuk i plas shumë trapi se çfarë mendon tjetri. Ja, po ti thëti që nuk e prish përshkjerjen. I prish, jo, po se thash atë. Thash, unë u them me ta. Ti valla, si më normalisht, do të vish me fund. Vish valla me fund. Me çfarë duhet, e kupton? Po thjesht, e kupton, është pjesa e imponimit valla, kupton, nuk mund dalësh, e kupton, për këto të thosh jeni maskilista, e kupton, jeni kështu sepse gjitha e mban mend ti para disa viteve, nuk e di harkun e saktë kohor që ishin ato për ushtarët grek, që u morën u varrosën si ushtar grek, në datë 18 maj, që s'ka dalë në asnjë media legjende, mediat më plera që kemi ne. Të gjithë ata që ishin varrosur si ushtar grek, kishte vazhduar hetimin e gjitha, u zvarrosën prap, se ishin shqiptar, ishin civil, ishin robë valla, ishin vdekur kështu pa asnjë lloj problemi, domethënë. Ishin vdekur nga sëmundja, nga jeta e vet. I zvarrosën një herë që i varrosën si ushtar grek, edhe i zvarrosën prap i varrosën kështu. Atëre doli Greqia, jo nuk na lën të bëjmë hetime, nuk na lën të nderojmë ushtarët tanë të gjitha. Tani që u bë e gjithë kjo nga mbrapa, nuk del me asnjë dhëm. Nuk del me asnjë dhëm. Të paktën në Shqipëri, se hajde po them që s'ka do nxjerrë Greqia. Që ne jemi legjenda. Tatarët ato, si ka mundësi kur i thë. Prandaj po them që ajo që thua ti, domethënë është në rregull. Ajo bën sens domethënë kur je të dy civil, e kupton? Po ne hapim park, para thon shqiptari vrau. E kupton? Tashi edhe ky kishte thënë prokuroristë domethënë që më kishin lidhur, isha në karige domethënë. Kurse ajo që mas të hapat kishte treguar që ky Rombi ikte, domethënë brenda shtëpisë ik sipër në gjithë shkallën, shtëpi shkallën dik në atë. Që dalë zbuluar gjitha mediat greke përpara, shqiptarë, bo. Sa doli kjo pasaj kështu, ato të më varet asnjë gjë, sa të vogla kështu duhet i kërkojmë falje komunitetit shqiptar. Pa, edhe kjo është e dyta, e madhe. E para ishte ajo që kështu që doan ta merrnin penga, mafia ishte me të bien ai me gruan që i vran gruan. Ishte mafia greke, po një nga ata katër që kishin bërë agresionin ishte shqiptar. Headline shqiptar. Sot apo dje një sherë me të mitura, kështu gjimnaziste. Domethënë 7 goca duke u zënë njëra tjetrën. Njëra ishte shqiptare. E kupton? Headline-i. Vajzë shqiptare plagos vajzë të tjera. E kupton? Këtë do të shërbën se çdo ngreshe. A bën në Itali që çështë të tij shumë ngjashme. Që kishin vrarë dhe shumë Greqia mosë me apo shumë fare. Po identike. Po ne nuk kemi as kështu, valla, ne nuk kemi një çik mbrojtje valla. E ke parasysh ti para një muash kur dolën ca gazetarë shqiptarë që thanë që Elbasani është i Palermo viteve 70, e kupton? E doli kryetari i Bashkisë Palermo dhe tha që mos na krahasonin e fare si në nivelin ton. E kupton? Te ne nuk del asnjëri atë. E kupton? Te ne je kështu si peshku pa ujë, të zurit ta heqësh vet. Do ta dalin çdo 2 ditë pastaj të kthehen përgjigje. Edhe ai legendi pastaj Ren Velieri inauguron parkun Helen në Far, në Tiranë. Para sy, e ke parasysh? Këtu s'poluan me UEFA, poluan me mashën Ronaldos. Po. Prandaj do të vesh Ronaldo e di për atë punë për të UEFA. Ajo është pak e çuditshme në fakt. Që ligjërisht nuk ka padisi UEFA Ronaldo. Po. Do ta bëhet? Po se padit se 2 story me Ronaldo për Coca-Cola, ne kemi keq akoma. Ja. Po ishte pak çesharak kështu si gjesh, ishte i lezetshëm. Po dëgjote Bloomberg, kështu, revistë amerikane ekonomike. Thoshin efekti Kardashian. Edhe forta për cilin? Për të Coca-Cola që bëri Ronaldo. Se lëvizi vlera në shitje, se ditën që bëri te Ronaldo ishte ditë shitje aksesh për Coca-Cola, në kishë lënë për të shitur akse deri përsysh. Të keqet. Edhe ora dëm, Nuk e di nëse ka pasur mesazh bravo po. S'ma merre apo jo.
Se mendoni se mund të pasur ai, ajo I duket si shumë natyrale, aty ai bam I mori hoqi. Historia nga gjitha bota, caktohet tema përpara, se Italia ka shumë nga këto. Kënë ignorancë puna jonë. E kupton? Edhe ishte tema për Ilirin, domethënë. Ata kishin ndjekur ca deg, domethënë, kështu që bosnjakëve, ata janë bosnjak, tamam, domethënë që është një pjesë shumë e vogël, edhe një pjesën e Bregdetit të jugut të Kroacisë, domethënë, që ishte Dalmacia. Në atë kohë, I kanë gjetur tracing për Ilirët, domethënë. Kur thonë, kurse në qoftë se ne, thonë do diskutojmë, domethënë që gjëja më e afërt që është me Ilirët, është shqiptar. Domethënë, është gjëja më e afërt që mund ta lidhësh direkt me ato. Edhe një nga këta profesorë aty që serbët janë pasardhës e Ilirëve, thashë no zoti I madh për ideat. Ashtë shumë të është dashur ai leku për ideat. To pozicion në YouTube ti shkruaj në koment. Se di që shumë bërë. Si të afër që të shënë vërën. Stari vërën me të. Po të janë slavë, për. E pra e di. Po tani ndajmë me të është slavë ose pasardhës e Ilirëve, nuk mund të jesh dy. Nëse 50-50. Për persona që janë 50-50, edhe një herë e përzërisim. Slavët e jugut kanë zbritur nga Karpatet kur Kiev rusët ose slavët verior u bën prepotent. Ata I nxorën gjithë principata e Kievit të bëjë shumë e forca, I lëvizën gjitha fiset e tyre që kishin mos marrëveshje politike. S'ka pasur lidhje me nacizmin. Gjitha politikë, financa, rrugë tregtimi me Bizantin, me Romën, me Bizantin. Ose horoskopra, zjarat. E krijuar një klasë, tash për shembull një klasë, një middle class, kështu që thonë që nuk është ashtu si horoskopi, pa ama ka një peshë që kur ke lindur. Edhe unë mbasi lexova këto, domethënë që shkruaj këtu doli një meme. If you think you are dumb, just remember that there are people that think the day when they are born has an effect in their character. Ishte një kështu, një e zezë në Amerikë, edhe po I bënte review këngëve të Eurovisionit. Edhe del atje Montenegro, të me thëmë, Montenegro e lexoja. What the fuck is this? I mean, who the fuck gave this name? Like, it's 2021, you need to change it. What the fuck? Se dik me ignorante ata Europë të vuajtur, ata mirë që janë shtetot e kësaj dite. Po të kështu pse ka ignorantë amerikanët apo burrë. Me rrov shtëpi janë shumë ignorantë burrë të bësh trigger, domethënë të nxjerrë gjaku se ai ishte tek atë emër. Sa janë vrarë atje nuk bëhet mend. Është nuk e di. Edhe ai quhet Malizi, thjesht nga Mali, po guri. Ne, thjesht ka kështu. Po nga ajo, nga Pulja, ashtu duket, e zezë. Nga Pulja, nga kisha, po mundohen në këto kohë, po shenzorën me të varur, janë nga kisha, zëtojt. Ata ka një piktur, nuk është super e vjetër, po është e vjetër. Edhe është një nga ta shenjtorët e këtyre, domethënë me një dem, që është duke kaluar ferin, edhe në ferë, domethënë, është kështu, është Marksi, janë ca figurat e tjera negative, e dy shqiptarë me plis. Donë, I imagjinon çfarë propagandë, që nga çfarë është për bërë feri, e kupton? Ishte spektakolare para si piktura e vaj. E kupton të gjithë plerat, edhe dy rob me plis këtu vetë, më kupton që si ta skushi. Tamam po me urën spatën ishte. Kjo kuptohet edhe mos e tribute e vogla që po merr të ngjitur. Ta mund të negosh është me shqiptar që kanë pas. Të kishin gjetur një figurë të paktën edhe dy individë radh, kot. Nuk duk në qikë shumë, ishte goxha, ishte duke si karikatur tash në 2021, më shumë se sa. E mbajnë në muze, që? Kishë një muze të tyre. Përta ishte mbajnë në kryeministri. O boj, do ishte tjetër e në vjerës. Sa të bukar ato këtë janë shqiptar italianë. Në Tiranë? Edhe Tiranës mini këto nga plasë të tyre. Në Tiranë si kanë bërë super ata. Nuk kanë bërë sot e kësaj dite. Nuk s'ke që e thua aty. Që ti vjen nga një sistem ku s'ke asnjë lloj përgjegjësie, shkon një sistem ku ke shumë përgjegjësi, edhe nuk di se si të sillesh para shumë. Për shumicën e njerëzve ajo është problem, megjithëse
se do thonë njerëzit që a mësën në universitet s'ta japin votën, ato s'ta japin notën, ato duan lek, ato duan këtë. Dakor, edhe ato korrupsioni gjitha ekzistojnë, po nuk mund më thua që 100% e studentëve në Shqipëri që shkojnë në universitet e ka fajin komplet universiteti që nuk mësojnë ata apo nuk kalojnë dot klasën. Se ka shumë, ashtu që siç ishim ne, ka dhe shumë të tjerë, se kishim dhe ne shok tanë atje që mendonin po njësoj si ne. Normalisht, ju më shiko, ajo puna që tapi notë për shkak ndodhet këtu, po nuk ndodhet në faktin e korrupsionit, ndodhet nga ajo përgjegjësia akademike që ka i profesori për shkak. Mua më ka qenë shumë mirë të kohët e fundit, domethënë jashtëzakonisht mirë, jam të çuditur me veten. Po për shembull këtë radhë semestër kemi një profesor, domethënë që ai ka një vedi akademike, ai shumë të madhe, domethënë nuk e lëshon asnjë presje. Interesante që në të njëjtin muhabet tani kemi dalë dy krahë të ndryshme nga era e parë që folëm për këtë. Po, nga era ajo ishte një çik personale, ajo ne kaluar domethënë se aty edhe më dhimbte të një çik, mua kurse tani po flas për publikun e gjerë. Është tjetër kur je i implikuar vetë. Po gjithsesi. Po shumë drejt. Ne do ta bëjmë kështu tash, avash ta mbyllim këtë podcastin se unë duhet të shkoj të blej birat edhe të shikojmë Gjermaninë e Madhe ose Francën, kush na jep se do të ja. Edhe e tham atë daku do ta mbajmë fjalën që do bëjmë një sa episode të marri, sa i do i shefi, do lexojmë kushtetutën çdo ligj, derisa ta mbaroj. Po, patjetër. E do i komentojmë. Mirë. Më duhet ide shumë e mirë që edhe ne vetë që ta eksplorojmë të edukohemi më mirë edhe për ata 2 milion shikues që na dëgjojnë, toksorët. Krijoj punë qeveria. Sa më shumë krijoj qeveria, aq më shumë je i varur ti na, aq më shumë fuqi i jep ti aty. Po. Asnjë gjë nuk do të bëj. Qeveria do të garantoj mekanizmat e të garantoj kontrollin e vazhdueshëm për të shmangur abuzimet. Nuk ka pse bën qeveria, ç'është kjo, do bëjmë 300.000 punë njëri, 600 vetë punë tjetri, apo ajo platforma e lulit, jegër të morta, ata i thonë vetes të djathta, ato rrisin me rrogën, e kupton, rrogë minimale budalliqe. Unë nuk e di çfarë djathta janë, ata kanë humbur fare sensin. Deri diku qëndron ajo me rrogën minimale se ndoshta në Shqipëri nuk është shumë problem me emigracionin, se po për shumë vende të tjera ata marrin njerëz nga jashtë, dhe nëse nuk ka një rrogë minimale i punësojnë me më pak, domethënë japin rrogë më të ulët atyre që janë emigrant. Juli, si më keq kuptove vëllai. Në parim po them. Partia Demokratike është parti e djathtë. Parti e djathtë. Edhe 6 përgjegjës për ty, ajo është mungesë përgjegjësia, plako edhe ma mendja që ka disa variante. Në Europë nuk kanë nerva, kupton, nuk e kanë kohën, mbasi nuk e kanë mundësinë, ose mbasi thjesht domethënë nuk duan t'ia dinë fare. Se ka dhe kështu ata, që nuk i intereson fare, kupton. Ka edhe lloj soi. Meni që dynja, meni nuk i gjan. Ai e fjalë tjetër kështu me rima. Gur skalaja. Ishte jashtë kontekstit fare, ishte shumë e keqe, ishte. Njeriu që s'mëson si një pemë që lule nuk lëshon, çfarë drejtë është. Fjalët e Qirilit. Apo është vjesht kjo. Nga Naimi. Naim Frashëri. Ja, Frashëri. Mirë plako. Ka që kishim për sot një herë. Po zënë të zënë ai tjetër pasoj se shumë shpejt që, okay, ty tani të jethu në gjyqje për diçka edhe të vënë një dosje, ty të makina e themore ta marr, pastaj e themore gjeta të makina jote. Kupton? Edhe t'ja çoj gjykatës, si tunë ai ta pranoi këtë që ky ka shfaqtor tani. E mirë, të përmendur një rast pak më gritur. Në Gjermani për shembull është ndaluar të incizosh, domethënë persona për t'i përdorur kundër tyre se si reagojnë, nëse nuk e merren në ligj, sidomos do zyrat e tukuara. Nëse nuk e leje nga personi që po regjistrohet apo si. Po, nga personi që regjistrohet ose nëse ke hapur një case, ta drejtën gjykata, domethënë është pjesë e hetimit. Edhe aty në Shqipëri besoj se është problem akoma më i madh, duke parë çfarë histori kemi ne nga diktatura që edhe në fakt që është me kushtetutë çdo njeriu i jepet e drejta që
t'i siguroj vetë mjetet e jetesës së tij. Do thënë kjo është nga parime kryesore të ekonomisë të tregut të lirë dhe kapitalizmit, që çdo njeri ka lirinë që ta jetojë veten ashtu siç ai e shikon të arsyeshme, për sa kohë nuk i shkel të drejtat e tjetrit. Është pak e frikshme ajo për po ta mendosh që okay, çdo gjë që ndodh në jetën time, unë jam përgjegjës për të gjitha. Shiko, atë gjë ti mund ta thuash nga ana stoike, kupton, nga ana e mendimit, nga ana filozofike. Drejt, domethënë është shumica të gjërave, jo gjithmonë të gjitha, po shumica të gjërave janë direkt të lidhura me ty. Është pa shmang, kupton. Kjo të bën të ndihem për të shmangur abuzimet. Nuk ka pse e bën qeveria, ç'është kjo do bëjnë 300.000 punë njëri, 600 vetë punë tjetri, apo ajo platforma e lulit, i egërt mortat ai thonë vetes të djathta, do rris me rrogën, e kupton, rrogë minimale budalliqe. Unë nuk e di çfarë djathta janë ata kanë humbur fare seksin. Deri diku qëndron ajo me rrogën minimale, se ndoshta në Shqipëri nuk është shumë problem me emigracionin, se po për shumë vende të tjera ata marrin njerëz nga jashtë, nëse nuk ka një rrogë minimale i punësojnë me më pak, domethënë japin rrogë më të ulët atyre që janë emigrant. Juli, si më keq kuptoj vëllai. Në parim po them. Partia Demokratike është parti e djathtë. Partitë e djathta janë tani, domethënë këtë mund të bëj. Me kismet kur të filloj një punë tjetër nesër, pas nesër të blej aparatura, do mundojmë të flasim me shumë njerëz, e kupton, do kemi një çik më shumë kohë, të gjitha gjërat e tjera. Po duhet të merren në për ide se nuk mund të dalin në për ekrane apo në për Instagram vetëm individësh domethënë që janë në për shtëpia bar. Jo se kanë ndonjë gjë, unë duhet të qartësoj diçka. Në qoftë se vetëm një nga ata çunat e barit të dëgjon këtë. Ju them diçka valla, në qoftë se juve vini atje, domethënë me një perspektivë që ato lekët që do bëni, që do t'i mblidhni, do t'i investoni ose do bëni diçka, domethënë për të dalë nga ai ambient një, për të dalë nga një ambient një, edhe për të krijuar një jetë më të mirë, domethënë. Kudo qoftë ajo, mund të rini aty ku jeni, mund të ktheheni prapë, mund të bëni lloj gjë. Ju bëj halal, ju bëj Zoti. Unë keni mbështetjen time, domethënë shpirtërore nga të gjithë anët. Ajo punë për pavarësisht ata që thonë që ose drogat janë të këqija kështu, ajo punë kërkon bole domethënë. Kupton? E thën taze fare. E thën çeto ajo punë kërkon bole. Po edhe ajo është Juve, e kupton? Bravo ju qoftë. Për atë punë ka treg, dikush do ta bëj. E bëni juve, ju ruaj Zoti. Po ama, në qoftë se po vini domethënë atje me pa lloj perspektive. Zoti ju ndihmo, flas se nuk e dini se çfarë rrugë po ju hyni. Edhe do vini, do bëni 10.000 euro, do bëni 20.000 euro, do vini në portfolio, do blini në një makinë, mbas 5 vitesh do ikni prapë se ju mbarojnë lekë. Ato vuajt që keni bërë, ato rrugë me kamiona që keni kavajtur atje, ku jeni futur në frigorifera në preqera, mbajeni mend kur ti keni ato lekë në dorë. Nuk është ajo shisha e vodkës, që mund ta vësh atje me fishek zjarra në për klubin e përshu, po është ajo që do sjellësh mbrapa. Se keni lënë prindër mbrapa, keni lënë nëna që sa do e din apo se din, siç ai duhet bëj prapë dhem se si ka atje, se ne jemi vetë larg edhe kemi vetë prindër, pavarësisht se s'po bëjmë asnjë gjë të keq. Edhe prapë janë të pikulluar. Në qoftë se jeni vërtet me perspektivë, Allahu ja bëv Zoti dhe ja bëv Zoti mbari, ta keni sa më të thjesht rrugën. Qoftë se jeni vëlla një orë më përpara thirrni mendjes nuk ka kështu. Më mirë është se okay, dakor, policia e kapi dikë, po ku do shkoj? Aty nëse nuk e zgjidh drejtësia, nuk kemi një sistem që dënon personin që bën gabim, e dënon tamam, jo. Po pra, është hallka e dytë, pra, ka thashë është e dyta, kupton? Po ajo është e para për mendimin tim, se policia nuk mund të, nëse nuk i jep dot fuqi policisë, nëse sistemi i drejtësisë nuk funksionon, se policia kap atë. Mimi, dhe pak me realitetin, e di unë sa po thotë, ajo që ndron, ajo është problem vërtet që ndodh në Shqipëri, e din të gjithë ata, po ka të tjera fare, kur ka pasur rob që ka thirrur policinë dhe i kanë thënë në çfarë thret policinë mund të vrasë para policisë. Edhe policë në kemë edhe hiç, kupton, vetëm rinin aty. Prandaj po themi që fillon gjatë aty, s'mund të janë ca gjëra që janë norma për ide. Unë nuk po them tash ju të bëhet si Gestapo, kupton që të marrë të persekutoj çdo lloj personi të mundshëm. Po tani disa gjëra që janë vizive, domethënë nuk mund të tolerohen për ide. Ora atyre sidomos edhe për këto që lidhet me atë aksidentin e me dy dhe me të tjera, aty kanë ndarë llafe drita po.
Mirë zotëri, unë nuk po them tash ti filloj ti kontrollosh çdo makinë të mundshme, kupton se ajo është absurditet. Po tani një që xhiron goma, po një që në rrugë brenda qytetit në vend të 50 ecën me 100, tani ti të gjithë kemi sy për këtë. Nuk është vetëm ti e pe dhe ne të tjerët se pamë dhe hajde mos dhe kush e pa. E shohim të gjithë. Qa, ku e keti, ti s'ke asnjë lloj prestigji, pastaj s'të respekton ty. Pse do ta respektosh ti policinë kur ti e shikon live që ai policia nuk e vë ligjin në vend. S'ke arsye. Thosh kam parë fliste një ish më falë shashis më vjen në mendje si e kanë gradat të policisë. Po një ish oficer policia, po oficer me rang të lartë policie, domethënë që e shpjeguan, domethënë që siç ka qenë në vitet e komunizmit, vitet e fundit të komunizmit dhe vitet e tranzicionit. Domethënë pastaj ka lënë punën. Kur kanë filluar pisliqet hapur e gjitha të tjera, domethënë jo sa atëre se thonë njerëzit që Enveri bën të shtet, ka pasur pisliqe në kohën e Enverit, domethënë pa fund fare. Po të paktën nuk xhironte makinën njëri përpara policisë, e kupton? Kjo është atëra, se krim ka në çdo. Po ajo nuk është puna se komunizmi kishte rregulla më shumë apo jo. Aty ishte thjesht që nuk përshtatej dënimi me gabimin që bëje. Ti mund të flisë gabim edhe ha e burg për të jetën, domethënë ishte thjesht frikë, ishte terror, nuk e se kishte ndonjë gjë më shumë ajo që. Edhe prap ka pasur krim. Nuk flasim krim, po jo ato pseudokrimet, jo kështu gjasme armiku shtetit. Krime, vjedhje, vrasje, balliqe ka pasur sa duhet, pavarësisht se nuk reklamohesh, se haron njerëz që edhe mediat e ka pasur shteti, prandaj. Po pra, çdo gjë është kontrolluar nga shteti, po për shembull, për një person të thjesht, domethënë nga frika nuk i bënte ato gjë. Edhe i duket sikur nuk kishte, se nuk dëgjonte gjë. Prandaj ashtu funksiononte. Se kemi kaluar në atë pjesën e komunizmit që presim gjithmonë nga shteti. Prandaj njerëzit ka fajin shteti që mos e marrin përgjegjësinë vetë dhe ne nuk e kemi kaluar akoma atë. Ne duan ta marrim përgjegjësinë shtetit, domethënë. Se nuk e mbajmë atë përgjegjësinë vetë. Jemi akoma adoleshent në atë pjesë. Po. Përderisa ti jep atij një licencë apo jep atë lejen që do t'i jap të taksën ty në fund sa kanë bërë nga sheslone. Përderisa ti e le atë të shërbej çdo lloj njeriu. Pa pikë pa presje, domethënë pas një lloj diferencimi, është përgjegjësi publike, duhet të jenë rob që duhet të ketë një farë sigurike, domethënë, duhet të di robi se kujt po e plek. Po ajo është kështu, por ta zëm se, okay, dakor, ti u ndodhi ç'a ndodhi ajo, ti shkove more armë të vrave me atë botin. Ata që ngelën, domethënë, nga ajo. Ç'a kujtoni se do bëj? Ti do marrësh pjesën e plazhit se i vrave ata të tjerët, edhe shteti s'do të bëj asnjë gjë, ti thjesht okay, vazhdo se kështu mirë e ke. Jo, aty mos e çof fare ti plagos, ata persona nuk është se janë aq të ndritur nga mendja sa të mendojnë. Po prandaj po them që edhe ajo është problemi, po se ku po shkon, nuk është se je këtu ti ku diun perëndimi i egër, kur hyrë Amerika më parë që erdhën rob, vinin vriteshin edhe bënte duelin ai pastaj, eci 10 hapa, po eci dhe unë e kthehemi, kush juan i parë. Por kjo është një gjë tjetër që kanë nxjerrë në pakjo, domethënë që është një çike frikshme. Që ose armët nuk janë larguar asnjëherë, domethënë ose janë shtuar, pra ose ka filluar një tregti tjetër e brendshme e armëve, domethënë se mbase kanë qenë aty gjithmonë, domethënë, po tani që po i shikojmë në aktivitet, po duket si një numër shumë i lartë armësh. Po i heqim ato vrasjet e Florës së budalliqe, kupton, ata që janë me vrasjet e paguara për muhabete droge budalliqe. Po themi për kështu për banale, kupton. Jo ai që vrau aty në Shkodër me kallash dhe i xhironte gomat e motorit, këta që u vran këtu tani, në thënëmia ndej kishin djegur dhe njëri tjetër. Ai shkëti sa kishte marrë licencën nga shteti për të vënë shezllone kështu, një 10-20 copë kishin djegur aty. Kupton, aty kishin dhënë shteti, aty kishin djegur. Edhe krimet e tjera ai që vrau Zendrin apo ke pafund buri dhe thjesht apo ato lajme ti ke kështu si skedina. Po është ajo problema ajo është se secili i hipun kokë aty dhe mendon të bëj vetë drejtësi, se nuk ka një besim tek shteti apo tek gjykata që do bëhet. Edhe nëse do shkoj atje, fiton ai që kam shumë nek. Ka shumë armë zemra, ka shumë armë në qarkullim o ju. E di pra në 97 që u hapën depot se ata, domethënë, u bë një farë mbledhje, po është njësoj si këtu në Amerikë që thotë ky duhet të vëmë ligje akoma më të fortë që të kontrollojmë armët. Po jo, s'ka lidhje nevojë për ligje, duhet të jo, se ja ta shpjegoj unë ku është se ai që do i bindet ligjit është qytetar i thjesht i është bindur ligjit më vash, do thoya okay, dakor, nuk u e mbledhur me këtë se kështu më thot ligji. Po ai ligji nuk ka fuqi te kriminali më, por se ti shtrëngoj ligjin sa të duash, kriminali do i gjej armën, kupton? Po harron që ato që ndjen ata në foto janë plazhet më të papëlqyer, domethënë plazhe më të pisë, më crowded, më të gjitha.
Ti japësh këto me qera, nuk është ky problemi më. Të japi shteti. Shteti do të japi atyre me qera, sepse privatin, shteti, po të doj e detyron edhe ta mirëmbaj, edhe të investojë, e kupton, edhe të shikojë për cilësinë e rërës, për cilësinë e zhvillimit e gjitha. Po nuk është ky problemi. Problemi është kujt po ja jep. Të duhet bëj shteti. Nuk ja japësh ti çdo lloj robi atje. Nuk të japësh ti një person që është vrarë fëmia, se ai di ishte vrarë fëmia përpara nga Vernita Dalliçi, 2-3 vite përpara. Ose të korrigjojë ndonjëherë kush e di më saktë, e kupton? Nuk është se ishte hera e parë. Nuk të se ta persona janë, domethënë që erdhi ai për shembull nga IÇKSM nga Oznova për shembull. Vajti atje dhe nuk ka parë dynja me sy dhe e vrau. Jo molla, ata janë persona që kanë histori. Nuk mund të japësh ti, sidomos në një biznes të tillë, domethënë që ka lidhje me turista, që mund të ishin turista të huaj. Po të shkel me ty huaj, po të kishe qenë atë natë në hotel. Ja, ajo se unë edhe dotën pak e kam luajtur me ty, po ajo ka shumë budallishe, por në atë si loj se marrë vesh fare. Ka ca debate tash plako që duan ta thjeshtëzojnë çik tash, domethënë se është bërë më keq se një bachelor për zotin. Po. Ja, më dërgoi ti ato videot, mua shiko këto video këtu, mua më zuri gjumi plak, pas 10 minuta video. Po është shumë e madhe do ta plako, e kemi kaq vite që lodhem e prapë nuk e kemi arritur në një nivel që them që i di çdo lloj gjëje. Sa e shikon tournament, sa që bëhet championship plako ose internacional, shikon gjëra domethënë që ty s'ka marrë asnjë në mendje. Po. Unë jam me këtë, por domethënë Halo e ka patur shumë mirë që çdo njeri fillon njësoj, domethënë 2 skuadra fillon secili ka të njëjtën armë në dorë, edhe thjesht ke për shembull ndonjë power weapon në pistë, edhe secili los lojën e vetëm, aty duket aftësia, jo. E po atë e bën me first person plako, po se bën dot me MOBA atë. Për shembull 51% unë prap do e bëja vaksinën nëse do ishte me butë kart. Po lej opsionet e hapura për ideot. Pse groposi ti Ivermectinën kur ishte? Po unë atë nuk e kuptoj që pse, domethënë një arsye e di unë, po që ajo është atë mund ta prodhoj çdo lloj kompanie si ilaç. Edhe nuk ka ndonjë lek të madh që do bëhet aty tek ai. Një arsye është kjo. Po pse nuk e eksplorojnë si opsion që ta çonin deri në fund, ti bëni edhe studimet e sakta dhe të merrni një përgjigje tamam. Me qoftë, mua nuk më intereson fare fakti që ata nuk e kanë lënë. Kupton? Se përveç se nuk është kjo frika që kam. Frika që kam unë është konsensusi global për këtë. E kupton? Në qoftë se do të thoshte Amerika vllai, kanë ato farma që keni ju aty, se thoshte Bayeri këtu për shkakun, që se duan valla. Kanë dhënë kaq lekë aty kryeministrave gjëra, van do bllokojmë valla, do gjejmë, do bëjmë Ivermectin tjetër. Do ja vëmë hajl Ivermectin emrin. Do shesim tonën. Në rregull, kupton, një gjë banale, absurde, kështu domethënë. Po tash në të gjithë dynjan më plak. Po ta them unë se do kalojnë një çik kështu Alex Jones territorit tani. Jepi. Shkëputja. Bill Gates. 50 minutes in, në takon. Jepi. Bill Gates. Po qa kemi Bill Gates i Dixburgh do është në rregull valla. Jo, ta shpjegoj unë, gjë mua tani. Domethënë, unë kam të jetën për që përdor Windows e përdor këto të gjitha. Qa ka e mbi Bill Gates për vaksinat, më thoj ti mu. Uri dhe, po kjo është loj që luhet para gjunit më plak, kjo është loj për bërë muhabet më plak, pse du të bësh qitë këtu më dha? Vetëm këtu nuk ka as competition, as një gjë, bursa, ashtë të degeneruar janë, uri dhe. Po, janë shumë kështu, nuk e di. Domethënë, mira ishi i krijon ato, sa i ka gjetur tregun edhe atë e ka punë, bën lek me atë. Po. Ma ishte i përdor me atë. Se në konkret të rastit mund të jesh për ide që okay valla se zbulon një kodë se dha robin një flet kodi dhe do luash 2-3 ditë sa do ta provosh më plak. Po konsistent me çis. Po më kaq i degeneruar, kaq i pa aftë ti vet. Pra është kjo bushë, ja këta tjerë kanë dhe këta do mbaj dhe unë, domethënë e justifikon ashtu. Po prapa ajo është. Për mendimin tim se këtë muhabet bëj dhe unë me kushurinë Kolozën, se thotë ky unë luaj në Xbox, nuk është se luaj në PC, edhe është një kështu Kronu Zen që vedorezën atje dhe t'jep imësista apo dallishe të tjera ajo. Edhe thotë ai kushurinë, blije një si ajo, çaj, ta të gjithë kanë ataj. Po unë i them që unë më mirë nuk los fare se sa të rrit los me atë. A qysh me ke dalë të mua? Po. Ta ka tani Dota,
e futi një herë falas kështu si gjë, domethënë kur bëi kompendiumi ato Battle Pass, kupton. Para se të qeshin Battle Pass, që i morën gjitha lojrat që ishin kompendium. Para dhe ka futur të jep një si tip jo ndihmë direkte, po indirekte, domethënë edhe ke një bar që thotë që sa gol për minit je duke bërë ti, domethënë edhe sa bën lojtari average me këtë eroj që po luan ti, që është ndihmë shumë e madhe. Një, që se aty e shikon se si po menaxhon kohën. Po më e madhja domethënë që ishte, për mendimin tim është ato të japin një pjesë, domethënë tregon sa jo vetëm sa damage merr, domethënë, po nga këto damage e merr ti sa është magical dhe sa është attack damage edhe sa është pure, e kupton? Po duhet të ketë tracker për shkak që mund ta shikosh online. Pastaj futet të rus, kështu ai babuçi nuk e di, ata janë kafsh fare, nuk e di kush i ka kualifikuar si njerëz ata. Sa themi tani, ma del në një walk të dhe që nga bërë report direkt për racizm kundaj. Nuk të racizmi kundaj rusëve se është i bardhë dhe të bardhë, kështu që vrit gjithë ata, s'ka problem, komunicat e mu sharë. Të fort janë kur na dalin francezë në lobin e fillon e pas. Fucking frogs. Kuak, të e ti. Mira ras, i thash doli njëri aty filloi për flisë frëngjisht, ai fillova po bëra zhurma që kur i dëgjohet ngjan si frëngjisht, i tash se s'dal më. Ai çafe. Ne, tipo, ne flasim frëngjishtën e vjetër thoj. Ju edhe thjesht ke për shembull ndonjë power weapon në pistë. Edhe los secili lojën e vetëm, aty duket aftësia, jo. E po atë bën me first person plako, po se bën dot me MOBA atë. Po pra dakord, ajo është problemi i lojës, po unë po them që për mua aty është kam interes më shumë që të jetë fair start, që secili fillon njësoj. Se për shembull me MOBA që domethënë që është se edhe Overwatch paka shumë e njëjta gjë është, por ajo atë problem ka, megjithëse është first person, po e njëjti problem ka dhe ajo, dalin erojnë të rinj, dalin më të fortë se ata që kanë qenë. Këta e rregulluar, atë të fundi që nxorën, kur e nxorën ajo ishte underpower, domethënë, pastaj e bën overpower, pastaj e çuan në balancë. Këto ja gjetën mirë kësaj të fundit. Po problemi i madh përveç këtyre, ti i qa fajin developer për sa vetë. Ti ke problemin e madh të community plak. Mua më është nxirr jeta nga këta sisi motherfuckers, e kupton që me 10 minuta in game edhe fillon, I'm not playing anymore. Oh fuck this shit. Oh, you are not supporting me, se ti vajte bëre një lëvizje për ti bëre një enable një tjetër që support, no words, nothing, no help. I mërë të shkërlev sharop, qa jeti mërë, qa jeni u mërë uri dhe. Unë los në atë Sergio, në atë shokun plako Sergio, që lozim këshu, kur lozim rankit me deri në pikën e fundit, deri në fundit, deri sa është që thot ajo, okay, you are defeated. Ska, një sonë, në fillim deri në fund, konstante plak. Unë se kuptoj alla si i pëlqen loja atyre kur nuk japin atë. Si mund të lozësh për të humbur, e kupton? Më fal pastaj, po pse i bëre boost atij heroi domethënë, sepse pse i bëre nerf këtij tjetrit nëse të gjithë lozën në planin B pastaj. Është një çik hajt më për profit, e kupton, por edhe për këtë. Po normali që ata që dalin të rinj çdo lojë që fut që dhe items atë rinj gjëra kështu. Normali që ajo do jetë më e fortë, se duan dishesin, ashtu siç ka edhe monetizimi lojrave deri tani. Fix, po problemi është ato të reja. Edhe një pjesë e problemit që ndron edhe këtu. Kupton se shumica atyre që kanë të them të drejtën valla. Shumica atyre që kanë Battle Passin, ose s'po themi shumica, prandaj gjysmë për gjysmë. Gjysmë janë ata që e lozin për çef që janë jashtë shpërndar niveli. Nga shumë e mirë, nga lojë dashës dhe mesatar të i vogël, dhe gjysma janë thjesht kalamaj valla, kupton? Që nuk vin të lozin dhe marrin ato. Tani sidomos për atë pozicion që luaj unë. Kupton, të lozësh me diktir, kupton? Të jetë nga meta e re për shembull, të jetë një medic, një carry shumë i fortë, domethënë. Edhe ai bën atë medicu ban, po ti aty carry si bën ban se ti s'u intereson, kupton, se ti s'e ke atë në lojë tënde. Nuk është ai që të bën dëmin ty. Edhe he gets to play what he wants to. I don't. Ja, jo se unë do të pak e kam luajtur me ty, po
Ajo ka shumë budallishe, burë, në atë si loj se marrë vesh fare. Ka debate tash plako që duan ta thjeshtëzojnë çik tash, domethënë se është bërë më keq se një bacelor për zot. Po. Ja, më dërgoj ti ato videot, mua shiko këto video këtu, mua më zuri gjumi plak, pas 10 minuta video. Po është shumë e madhe do ta plako, e kemi kaq vite që lodhim e prap nuk kemi arritur në një nivel që them që i di çdo lloj gjëje. Sa që shikon tournament, sa që bëhet championship-i plako se internacionali, shikon gjëra domethënë që ty s'ka marrë asnjë në mendje. Po. Mua më është nxirr jeta nga këta sisi motherfuckers, e kupton që me 10 minuta in game edhe fillon, oh, I'm not playing anymore. Oh, fuck this shit. Oh, you are not supporting me, se ti vajte bëre një lëvizje për ti bëre një enable një tjetëri, oh, support, no words, nothing, no help. I mërë të shkërdhef, sharop, qa jeti mërë, qa jeni ju mërë, burite. Unë losë në të Sergio në atë shokën plako se që lozim këshu, kur lozim rankit mes deri në pikën e fundit, deri në fundit, deri sa është që thot ajo, okay, you are defeated. Ska, një son, nga fillim deri në fund, konstante, plak. Unë se kuptoj, si i pëlqen loja atyre, kur nuk japin atë. Si mund të lozësh për të humbur, e kupton? Po nuk janë të gjithë një lojë, por që luajnë tamam, domethënë, kupton, prandaj edhe plus që është lojë vështirë ajo, po ka dhe pjesë njerëz që janë pjesë e komunitetit janë shumë toksiko, por o të dalë ajo tyrja ose s'ka, është varilesh. Përveç asaj, kur tash tani mirë pra, nëse s'do të luaj, nëse se ke që të ka ardhur në punë, valla, çu shlerson kur los për shef, shumë pina një birë, për shembull, shefin tim, ta futem bën në lojë. Nuk bëhem plerën të futem rankit, e kupton? Futem pub. Los për shefin tim. Po ajo është problemi tjetër, se kanë çik të egon e madhe lojtarë. Si di edhe, nuk e di, më duket. Mirë dhe ai po i thot, okay, unë nuk po i pres, nuk po i bashkoj, nuk po i qep, ose nuk po i ndryshoj ato syt, nuk po ja lyej syt me boj. Po i vë kështu të lodrojnë me njëri tjetrin. Të bëjnë roba qeps, ku dëgjoj. Ore, për mua nuk është vetëm kjo, se unë artikuj po ta lexoj siç ti është 30 faqe, po. Aty kishte edhe shumë gjëra të tjera, por për shembull nuk ka se ishte vetëm ky, kishte edhe shumë të tjerë që në ato kohë nxinin libra që ta ishin në atë tabun e fundit që kanë ngelur tani, se tani me si ka ardhur bota, si janë modernizuar gjërat, tani vetëm ajo ka ngelur, por mosha e asaj që ti pranon të bësh seks 18 vjeç, megjithëse edhe ajo shkelet, edhe unë s'kam të qenë ndonjëherë dakord me atë, po ata donin të bënin, ti ishin në atë si tabun e fundit, që mos të kishte më mosh për pranimin. Ja është frikshme shumë aple. Ai kaloi, domethënë kaloi në ekstrem fare, që me njerëz që ai ishte edhe vet ashtu siç thash unë, kishin marrëdhënie me të birin e vet. Normalisht plakos ai shefi mirë, guzhinjeri mirë e provon vetë gjithë. Po, plako, ti dhënë thjesht për një sens balanci, jo se nuk s'ka si lidhje logjike kjo, po. Pse valla mos të bëhesh ai psikopat? Pse mos të bëj psikopat ai kur ai kishte backupun e atyre? E shtetit, kur thua ti, senatit. Normale. Ai ndjej pa preksh, se di çfarë mund të bënte atje. Ai mishi ka bërë vetëm aq. Po fuqia e pafund me korrupton, pafundësisht ka thënë ai, po. Ashtu është ajo gjitha, por kur i mblidhen një njeriu që i futet në kokë e ka mirën, hajde t'ja kthesh mendjen. Fuqia normale, si mos është e kontrolluar. Se janë ca gjëra që mamën e si pak njerëz nuk i dim. Kur të bëhesh ti kismet, kur të bëhet mbar ty, të ardhmë domethënë që të vish një herë, të vemi bashkë në një ish-kam përshëndrimi këtu në veri të Berlinit plako. Ta shikosh ti si është atje domethënë dhe mbas asaj janë edhe një e zem, po marr një shifër rusë se disa janë. Qoftë atje janë 100 kështu baraka domethënë. Jashtë territorit asaj janë 30 të tjera që i kanë ndërtuar rusët më vonë. Se ai shumë burgosin rusët sa nuk i mjaftonte as kampi çifuti. Domethënë ndërtuan edhe të burgosin akoma më shumë. Po s'është vetëm ajo, por ti ke edhe sa njerëz vrau Stalini, thjesht se nuk i bashkoheshin ideologjisë të ti. Ke atë Mao në Kinë që ai është beter fare. Revolucioni kinez që ka vrarë më shumë se të dy ata bashkë. Që shfarosin njerëzit. O Daku, ekziston një film për atë Idi Amin? Kë?
Idi Amin, ai në Afrikë, në Ugandë, ku është ai? Kasapi Ugandës. Jo, se di, se kam dëgjuar më. Stalini i Afrikës ai, Stalini i Afrikës apo Hitleri i Afrikës. Vëria e mirë. Idi Amin, duket se është një film pra ata. Do ta shikoj prapë. Unë na sugjeroj me një film valla, për zotin. Edhe për ato miliona çikusit tan. Ora unë s'kam parë në një tani. Çka ke parë? Po shikja një serial, unë me copa, se nuk po m'pëlqente. Çai kishte White Collar. Si tipi ati të sucë, po do me thënë i njëjti lloj zhanre, çik më ndryshe, ke një njeri që bën si tip ti aty dhe njëri që është agent FBI dhe këta zgjidhin krime. Është një Domethënë virtuale të përgosin akoma më shumë. Po s'është vetëm ajo, por ti ke edhe sa njerëz vrau Stalini, thjesht se nuk i bashkoheshin ideologjisë të tij. Ke Mao në Kinë që ai është beter fare. Revolucioni kinez që ka vrarë më shumë se dy ata bashkë. Që shfarosin njerëzit. O Daku, ekziston një film për atë Idi Amin? Kë? Idi Amin, ai në Afrikë, në Ugandë, ku është ai? Kasapi Ugandës. Jo, se di, se kam dëgjuar më. Stalini i Afrikës ai, Stalini i Afrikës apo Hitleri i Afrikës. Vëria e mirë. Idi Amin, duket se është një film pra ata. Do ta shikoj prapë. Unë na sugjeroj me një film valla, për zotin. Edhe për ato miliona çikusit tan. Ora unë s'kam parë në një tani. Çka ke parë? Po shikja një serial, unë me copa, se nuk po m'pëlqente. Çai kishte White Collar. Si tipi ati të sucë, po do me thënë i njëjti lloj zhanre, çik më ndryshe, ke një njeri që bën si tip ti aty dhe njëri që është agent FBI dhe këta zgjidhin krime. Është njëjta dinamik. Pas atë, ky riu që doli tani, Tomorrow War me Chris Pratt në Amazona. E ke parë edhe? Ai, mos është ai, se unë kam parë një trailer me Tomorrow War, mos është ai që thotë ajo You will not come back, I will come back, që thotë ai që we need to fight a war in the future. Po, me Të dashur dëgjues. Për shkak të disa problemeve të thella teknike, ky episod do të ndërpritet këtu. Vazhdimi, për shkak se ishte më i gjatë, do të ngarkohet pas disa ditësh si episodi numër 10. ishte ky tani ky film më veri mua të më dhimte kokën, se ishte kaq idiot në punën e skenarit, po. Çfarë na the tash? Se shikoj fare. Shikoj vetëm sa për të thënë, se s'dua të bëj spoiler, po nëse e ke problem. Jo, po e ke parë ti më thoj, unë s'kam problem me spoiler. Po ky tani ishte ky Chris Pratt, ky ishte ish ushtarak, më kupton, kishte luftuar në Afganistan, çan do gjitha këto të tjera. Edhe ky kishte gruan, kishte edhe një vajzë të vogël. Tani po shikoni një ndeshje këta në televizor, aty te ndeshja hapet një si tip kështu si portal me drita me gjëra kështu edhe vijnë këta nga e ardhmja. I japin lajmërimin që ne jemi në ardhmja, po luftojmë me alienët, na duhen ushtar, do marrim ushtar nga e shkuarat, luftojnë të ardhmën. Tani, nëse ti je një rob që e vetë që truhen në punë e para gjë që do mendosh po mirë, këta që do shkojnë të ardhmën, po dishin këta andej. What the fuck happened? What the fuck? Nuk ta s'do lindin me fëmijë, më kupton, do zhduken dhe fëmijët, po te kishin nashuar, e kishin adresuar. Se këta njerëzit që do merrnin këta ishin të shpallur të vdekur. Kështu që nuk do të asnjë gjë me luftën këta, si kjo ishte gjëja e parë. Po edhe ky ishte mësues ky valla në një shkollë, i vjen pasaj këtij njoftimin telefon që do të marrim në ty ushtar. Vetë atje dhe një microchip, ta 7 ditë kishin shërbimin ta, po e forta është se këta si stërvisin asnjë gjë, por merrnin njerëzit të veshur siç kishin qenë në punë atje. Ishte boti 300 kg e merrin, hajde ta çonin atje mish me 2 syt, vetëm ti dilte alienit para se s'do bënte ndonjë gjë. Edhe e çojnë në të ardhmen, ky lufton aty, desin shumica e këtyre se leshi i hedhin gabim, i hedhin në majtë
një kështu ndërtesë të lartë, sa bie në një pishinë, shpëtojnë, të tjerë bien në tokë, vdesin gjithë. Komplet si batalion që dërguan këta. Wow. Edhe lufton ky arrin të largohen këta, marrin një si tip helmi që kishin të misioni atje të një ndërtesë, arrin të arratisen, takon këtë që ishte komandantja kjo. Kjo komandantja tani ishte një bjonde, fillon e pyet këtë, merr vesh që kjo ishte bia e tij në të ardhmen. E kjo tani ishte për komandantja. Fuck off. Ike burri, ik më. Po mirë ai ishte shpallur të vdekur ka çysh ishte mësues ky kur ishte shpallur i vdekur. E po ky vdiste më vonë burr. Do të them para se të ndodhte kjo alienëve, po ky vdiste. Edhe vajzën e këtij që i kishte ky, ajo vazhdonte rritej jeta e saj, kupton. Edhe e forta është tani që ke parasysh atë helmin që morën këta, tani të helmin ta donin të krijonin një helm të madh tani që t'i zhduknin të gjithë alienët. Me anë të këtij helmi. Sa bukur të thënë atë pjesën plakot të krijonin një helm të madh. Po pa. Mo helmi. Edhe e krijon ky me këtë vajzën, ajo baza e fundit ku ishin ta ku po krijonin helmin, edhe ajo shkatrohet në alienët, vdes kjo vajza e këtij të ardhme, ky mbaron atë shërbimin që kishte 7 ditë, kthehet prapë ky në të shkuarën. Tani ky në të shkuarën bën ja 5 minuta muhabet me gruan, kupton që alienët nuk kanë ardhur në një planet tjetër, por kanë qenë gjithkohës këtu në tokë. Edhe këtu e kisha edhe un problemi më. Ti ke shkencëtar tani që ku diun rregulluan si e kuptuan si të bënin udhtim në kohë, nuk kuptuan ata që alienët ishin këtu në tokë. E kuptoi ky 5 minuta me gruan atje duke llafosur. Ja fucking cunt. Ti miku truri mua, prandaj mu duk si film idiot. Edhe pasaj merr dhe jatin, këty vjen atje, e si përfundim me këtë helmi që bëri kjo. Edhe prodhuan sa më shumë helm ata, se ca një në ardhme ngelën të shkuar nga që shkatrua edhe makina e kohës shamuti kishin. Si përfundim, ata 10 alien, 12 alien vran me atë helmin. Edhe pjesën tjetër i vund së 4 asa njerëz kozmike që ishin ta alienët në Antarktik ku mutin ishte. I vund së 4 dhe i shpërthyen. Tani për çfarë dreshin e bëra këtë helmin dhe? Pa shumë një orë gjysmë film, krijove ti këtë helmin, edhe ky helmi vrau 12 alien. Kishin vetë së 4 me rob shtëpie sa shumë herë ke thënë atë fjalën helm plako do mdalin edhe ndërsot me rob shtëpie. Po prandaj po them se ashtu ishte edhe filmi o plak, aq shumë i rëndësishëm ishte ky helmi sa vrau 12 alien edhe pjesën tjetër i vrau me së 4 ata. Ua, do ja vë emrin e episodit, do ja vë helmi. Helmi. Kam kretë një idiotë për unë kam shef atë Chris Pratt, po nuk e di unë, atë t'ja këshin lënë në një Karamaku klasë 8, do kështë bërë në një skenar më të bukur. Edhe çështë ka thënë ai se citatet e Biblës së plak që thotë që ne jemi krijuar në imazhin e Zotit, në fakt valla, Zoti është krijuar në imazhin tonë, kupton? Se ne e kemi krijuar. Dakor, po kjo është që po thua ti. Se mua dhe unë fillin, më kalove te Zoti ti aty edhe mua më doli Jezusi Muhamedi të gjithë shu dhe më thanë e ke gabim. Po le po ta bëjnë ai muhabet fare, o çfarë opshi janë ata në klinë me foni fjalë. Dëgjoj se Yes sir. To që tua ti që i kemi krijuar në këto budalliqe na fuqia mendojnë. Ne mendojmë se kemi kapacitetin për to, por ne jemi e vërteta është ne jemi krijesa 3-dimensionale. Ne nuk shikojmë përtej kësaj, ne shikojmë lart poshtë majtas djathtas, ta kemi. O dak, siç ka sipër kësaj, ne nuk e dim, domethënë, ne deri aty jemi, mendojmë se ka dimensione të tjera apo budalliqe gjëra kështu, po nuk i kemi provuar dot. Po vetëm matematikisht e mendojmë se ka, matematika është teori e plak. Po bravo. Po s'është provuar dimensioni i 4. Ashtu me matrica, ne këtu kur isha në universiteti plako matricat ne vini me dimensione 32 thoshte. Tira. Tani ku dëgjoj, ne çfarë ishte një kështu që mua më ka futur frikën se atje po shikoja në YouTube një njerëz që bënte nga këto që kishte provuar të gjitha dhe tregonte për eksperiencën e vet. Edhe gjëja më e keqe që kishte parë ky kishte qenë një lup.
që ky ishte se për këtë kohë nuk ishte kuptim, por sa ishte në atë që kishte marrë DMT, ky më duket, sa ishte brenda asaj për këtë nuk ishte kuptim kohë. Edhe ky gjithmonë arrinte në një pikë, rrotulloi gjithmonë atë njëjtë pikë. Edhe kjo i përsëritje pafundësisht aty do. Po ishte shumë e frikshme se ta imagjino ti që nuk ka kuptim koha për ty e përjetësisht në atë shkon ikën majtas, ikën djathtas, ikën shtremb, ku di unë, edhe prapë përfundon në të njëjtin vend. Do të njëjta gjë. Është një teori jeta ashtu plako, që është akoma më e frikshme. Më duket që është shu semi ose pseudo indiane ose indiane, nuk e di. Thotë që ky rimi, dhe si ngjallën prap, edhe do ta jetosh jetën aq herë derisa ta jetosh saktë. Po. Tashi, e kam dëgjuar një gjë. Ky zot ose këta zotërit, ç'a janë? Po mirë plak. A e bëri e gabim ti? Linte prap nga para, ti nuk e di fare që të jetuar më përpara. Ku e di ti tani se ç'a do bësh saktë? Ato i kanë janë shumë fe që e kanë këtë rimishërimin, apo që ku shkon ti, shpirti jot shkon në një një kazan shpirtrash atje harron ato që ke jetuar jetën e mbarshme, merr pastaj vazhdon jetën tjetër. Po, me këtë që thonë që është saktë to indian, apo tibetian, se di mos të bëjmë kështu, se di fare se cila kulturë është. Herën tjetër ta përmend prapë, domethënë, po duhet ta jetosh jetën vëlla derisa ta jetosh mirë, e kupton, të plasësh kokën.